A dini qysh do të duket legjislatura e re e Kosovës? Gjatë javëve të fundit, çdo ditë kemi pas lajme e interpretime të ndryshme për ulëset në kuvend. Jo kjo parti ka kaq deputat, jo e fitoi një deputat e jo e humbi një deputat. Këto interpretime kanë ardhur si pasojë e procesit të numërimit të votave me postë me kusht e nëpërfaqësi diplomatike. Numërimi i votave ka përfunduar dhe kështu i ka hapur rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare dhe certifikimit të zgjedhjeve. Pra, nëse prap nuk ndodh diçka rrugës, kështu kanë me qenë ulëset e ndame në kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje me 42.27% do të përfaqësohet me 48 deputat. Kryeministri Kurti ka dalë deputeti më i votuar me 337.101 vota. PDK-ja do të përfaqësohet me 24 deputat prej 20.96% të votave. Bedri Hamza doli kandidati më i votuar brenda partisë me 173.446 vota. LDK-ja do të përfaqësohet me 20 deputat nga 18.28% të votave. Lumir Abdigjiku është më i votuari i listës me 146.352 vota. Ndërsa koalicioni Aleanca Nisma kanë siguruar 8 deputat, Ramush Haradinaj është më i votuari i listës me 44.990 vota. 20 ulëse tjera i takojnë komuniteteve jo shumicë. Nenad Rashid ka siguruar ulësen e deputetit duke lënë kështu listën serbe me vetëm 9 deputat. 10 ulëset e mbetura të garantuara u përkasin komuniteteve të tjera. 2 deputat do t'i ketë Partia Demokratike Turke e Kosovës, ndërsa vetëm nga 1 deputat do të kenë partit tjera minoritare të Kosovës.